يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thotë Allahu subhanahu wa taala në vazhdim të ajeteve në surën Al-Imran: "Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab." Për kujtoj o Muhammed edhe jo musliman, kur Allahu subhanahu wa taala e ka marrë besatimin prej ehlul kitabit, "Latubayyinunnahu lin-nas", se do t'ua sqarojnë fen drejt njerëzve. Wala taktumuna, edhe nuk do ta mshefin të vërtetën. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, por ahlul kitabi e hodhën mas shpinave të tyre besën që ja patëndon Allahu subhanahu wa taala, washtaraw bihi thamanan qalila, dhe në këmbim me thy besën e Allahut fitun diçka të vogël, e kanë shit fen. Fa bi'sa ma yashtarun, çfarë tregtie e keqe është kjo që e kanë bën. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw, mos i llogaritni mirë ata të cilët gëzohen me atë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Këtë rast Banu Israilit me ehlul kitabin, Tevratin, e Musën, e Isën në cilët ata janë thirr, o yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dhe dëshirojnë që të lavdrohen me atë që se kanë vepruar. Fala tahsabannahum bimafazatin min al-'adhab, mos mendoni, mos llogaritni se ata kanë me pështu për dënimit, për shkak se ata nuk kanë me pështu për dënimit. Walahum 'adhabun alim, për ata ka dënim të dhëmshëm botën tjetër. Kjo është përkthimi i ajeteve. Komenti i ajeteve: "Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab", Allahu subhanahu wa taala e lajmëron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet kësaj edhe të gjithë muslimanët se edhe njerëzit që kanë qenë para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ata që njihen ehlul kitab, njerëzve që i ka zbritur Allahu libër, Tevratin edhe Injilin, edhe ata kanë pas detyrë me dhënë besatim te pejgamberët e tyre, sikur që e kanë pas detyrë sahabët me dhënë besatim të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe sikur që e kanë detyrë gjithë secili prej muslimanëve me pas besatim të imami i përgjithshëm i muslimanëve. Dhe në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men mate wa laysa fi 'unuqihi bay'a", kushdo që vdes prej muslimanëve dhe nuk i ka dhënë beja kërkujt për udhëheqëve të muslimanëve, mate mejteten jahilije, vdes me vdekje të ignorancës. Vdes me vdekje të ignorancës i ka dy mundësi kuptimi. Një mundësi kuptimi është vdekje e qafirit. Një mundësi tjetër është vdekje me cilësi të ignorantëve, me cilësi të ignorancës para islamit. Dhe kjo është kuptimi më i saktë. Kushdo që nuk ka beja, nuk është i drejtuar, nuk ka imam, nuk është i strukturuar, nuk janë të organizuar që Islami të ecet sipas rregullave fetare, e që prej më të voglave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar që nëse 3 musliman udhtojnë dikon, njëri prej tyre të më kanë pres.
këta dy tjerë do të mu pajtue se ajo është prisi tynve. Edhe duhet me pas besë që do të nderojnë edhe respektojnë urdhën e tij, ose urdhat e tij, derisa është përmbrena asaj që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke u rrit numri muslimanëve që rritet përgjegjësia. Tash kushdo që vdes pa pas kur gjë hiç, ka të kërkon hiç s'ka, as s'ka imam, as s'ka menhexha, s'ka rruga, s'ka kur gjë. Më të mejtet në gjahilije vdes me vdekje të ignorancës në këtë pikë. Domethënë jo se është kafir, por në këtë pikë është sikur ignorantët që kanë qenë para urdhës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ata s'kan pas dikon i cili i drejton çështjet e fesë dhe i udhëheq muslimanët nëpërmjet të parit e tyre dhe gjithmonë sipas këshillit konsultativ të cilin e ka shpjeguar dhe ka vendosur vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo punë nuk është e re për muslimanët. Kjo ka qenë gjithmonë. Sa herë ka zbrit Allahu libra, edhe sa herë ka thënë pejgamber i ka urdhëruar popujt atij veni ju me u betu për pejgamberin e juve, edhe për udhëheqësat që janë pas pejgamberit juve, se keni me i ndihmu, edhe keni me shpjeguar fen drejt, edhe nuk keni me mshef. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Allahu e ka marrë besatimin prej ehlul kitabëve se keni m'ja u shpjegua njerëzve fen drejt. Çish ka thonë Allahu? Çishto. Çka ka thonë pejgamberi sa? Kështu. Wala taktumunahu. Edhe mos e mshifni. Për shkak se kur kemi shpjeguar te libra e Ibane, kemi përmendur se krim i llojit vet është mos me sqarue drejt fen, krim i llojit vet është mos me mshef. Një lloj krimi i fes është mos me shpjegu drejt, kurse shpjegon drejt le të bejinunnehu linnas, kurse këta janë betu se kanë me shpjeguar drejt për njerëzit fen, atëherë kur nuk e shpjegon drejt, e shpjegon shtremt, dhe kjo është devijim. Po gjithashtu devijim është ola të këtumune edhe me mshef, veç mos me kallëzu është mjaftueshëm. Veç mos me kallëzu drejt është mjaftueshëm, me mshef. Çish është, nuk e di, çish është më nuk e di, kërkosh në met. Do të më sqarua fen drejt, edhe do të më mshef. Dhe ehlul kitabin as nuk e kanë sqaruar drejt, edhe kanë mshef. Ata që nuk e kanë sqaruar drejt, ka qenë ibadeti, edhe e drejta në pasuri, që në vend se më ju thonë popullit kushton janë ibadetin vetëm Allahu subhanahu wa taala, i kanë mësuar popullin që me adhuru edhe krijesat. E kjo kon gabim i devijuar. Dhe për pasunin që u këndosht me dhonë për shërbim të interesave të muslimanëve, ata kanë përveçue që pasunia, zeqati, sikur që është na, po të ata ka qenë me rregulla tjera, e kanë përveçue me fatfa se ju takon këtyne. Kjo si takon këtyne, kjo kanë mashtrim. Dhe këto janë vetëm dy prej mashtrimeve që i kanë bë, ose shpjegimeve të shtremta. Kurse fshehja që e kanë bë, është nuk i kanë kallëzuar argumentet që i kanë pas në Tevrat dhe Injil se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur vin pejgamber, ai do të më kon pejgamberi të gjithë neve dhe na të gjithë do të më i nënshtruar atina, këta kanë fshef, se kanë kallëzuar. I kanë shly kur ka qenë shkruar në Tevrat dhe Injil, e kanë fshi. Kanë shkruar libra të tjera, kanë bërë komisione, kanë bërë 100 Tevrata, 100 Injila, veç mos më përmend se kur të vinë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të më dorëzuar komplet se çështo kanë pas detyrë dhe kanë edhe sa të gjithë që me nështru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se ta ka përmend Allah subhanahu wa taala në shumë ajete, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith prej tyre Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa akhadha Allahu mithaqan nabiyyin", këtë pejgamberve Allahu ja ka marrë besatimin, edhe që s'takon kur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Le in ja'akum rasul, nëse vjen një pejgamber për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, le tu'minunna bihi wa la tansurunna. E keni për detyrë me i besu atij edhe me e ndihmu. Edhe këta kanë mshef. Ehlul kitabi edhe e kanë
spjegue keq fen, jo drejt edhe e kanë mshirë. Kurse në hadithin e sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se tattabi'una millata man kana qablakum shibran bi shibr. Edhe ju musliman keni me pasue ata që janë konë para juve pllom. Edhe nëse hin ata në birë të xhapinit ata që këta mas atinve në birë xhapinit. Qalu sahabët i ka thënë oj dërguari i Allahut. Hum ahlul kitab, këta që kanë mi pasue, që kanë bo ata, kanë me bo dhe këta muslimant, ajo këta ahlul kitabi, për mësëm ka thëmë, kush tjetër? Ahlul kitabi nuk e ka sqaruar fen drejt, edhe në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka me pas, edhe ka njerëz që kanë me shkue plom, qysh se kanë sqaruar ata drejt, edhe këta nuk e sqaruan drejt. Për atyre e kanë mshef argumentet, edhe këta sot i mshefin argumentet. Kur gjë s'ka ndallim, praktik me ahlul kitabëve. A keni librin e Allahut po? Që sheni të spjegua, që ashtu që e kanë spjeguar sahabët ndryshe, i shef që me shlirë shumë, me nguar kuptat. Edhe kur t'jen argumentet veç kalulu, pa këpi faqës në tjetërën, se ja këtu janë dësa ajete, që s'ban mi përme. Dhe më varsisht prej situatës, ata i kalojnë faqet. Që një 10-15 vjetë se keni një kënd të e spjegu surën të oba e në falë, për tyne. Asë që keni me një heq. A e në surët Koranit të. Ajetet të cilat flasin që muslimanët duhet me u angazhu, së të jenë gjallë që në mes të tyre të punohet si pas asaj që ka thënë Allahu, edhe asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këto krejt e din. Kush si përmend? Pse si përmend? Se janë të hecë hapave të ahlul kitabit. Ata i kanë, ose nëse i përmendin me quhet drejtimin ndryshe, ku se kanë quhet këtë kuptim shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse besimi i ahlus-sunnetit është argumentimi me fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sipas kuptimit të sahabëve, jo sipas kuptimit të kërkona. Se kuptimi i njerëzve nuk është argument. Kuptimi i sahabëve, kuptimi i argumenteve sahabëve që kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është rruga të cilën e ndjekin ahlus-sunneti. Fa nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Këta vetë kanë dhënë besën e Allahut edhe kanë mshef. Por muslimant, besatimi është dy lloj. Një, besatimi është që e kem me Allahun subhanahu wa taala, edhe dy, besatimi që duhet me pas me imamin, udhëhecin e muslimanëve. Besatimi që bëhet me udhëhecin e muslimanëve është teksti i cili ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë bërë sahabët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, një duhet me bë musliman për imamin e tyre. Kurse besatimi direkt me Allahun është në momentin kur e shqipton shahadetin. Kjo është besatim që ka thënë Allahut. Eshhedu, dëshmoj. La ilaha illallah, nuk bën madhru kur kush përç Allahut. A që të dëshmon që të thotë ade të bëjmë do ligje që shpëtoj njerëzit. Ku ti ke prish shahadetin, e ke rret. Vetë ke dëshmu se nuk meriton madhru kur kush përç Allahut. Kurse pjesë e adhurimit është gjykimi, sipas asaj që ka thënë Allahu, është adhurim, ibadet është. Me gjyku sipas asaj që ka thënë Allahu në mesin e njerëzve është ibadet, sikur që është ibadet me fal, sikur që është ibadet me agjëru, sikur që është ibadet me shku në haxh, është ibadet me gjyku sipas asaj që ka thënë Allahu. Ashtu ja ke thonë dëshmoj se nuk adhuroj në kërkon tjetër që Allah kur ne na adhuroj. Në momentin që e thot njeriu shahadetin, ja e besën e Allahut se s'ka për adhurimi veç ty. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dëshmojmë se për pejgamber na e kem Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sipas udhëzimeve të tij hecmi, ne na hec sipas udhëzimeve. Fa nabadhuhu wara'a dhuhurihim, ta kanë qit mas shpine, shahadetin e vet e kanë qit mas shpine. Besën që e kanë thënë Allahut se kemë më konë na veçtyme të adhuru, edhe pejgamber udhëheqës për neve është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam rrejt. Wa shtarau bihi thamanan qalila, dhe Allah ka përmendur edhe arsyen pse
nuk e shpjegojnë fen drejt, edhe pse e mshefin, edhe pse e gjujnë mas shpinë besën që ka dhënë Allah, për me fitu diçka, çka me fitu, vallahi kur gjë heqe, ka çka fitojnë, po është mashtrimi i tyre. Ka çka fitojnë, kur gjë s'fiton hiç, edhe me fituar diçka për dunjose, për shkak se të mira materiale edhe fitojnë. Poste edhe fitojnë, edhe disa qefe të dunjos është i marrin, kjo është e vërtet. Por në realitet kjo s'është kur gjë hiç. Nëse në hadithet e shumta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një vepër e cila ekziston, shpeshherë pejgamberi sallallahu e ka mohuar, s'ekziston hiç. Ai në realitet ekziston, por çka që është e pavlerë, është sikur mos më ekzistu. Prej tyre, hadithi kur një prej sahabive ka ardhur në xhamin në Medinë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kontunet me sahabët, ai sahabiu ka hyrë në xhami edhe u fal. I ka falë 2 rekate dhe u kthy i ka dhënë selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sahabëve. Pejgamberi sallallahu ka thënë irji fi salli, ktheu falu, fa innaka lam tusalli se ti s'je fal. Çu s'u fal, ai fal njëri. Po pejgamberi sallallahu e ka mohu që s'je fal. Më fal këtë njerëzit e kanë po që u fala. Ja, këtë falu se si falu. Edhe u këthy u falu, apet u këthy ka përshëndet, apet i ka thënë pranë se falu, deri herën e tretë i ka thënë dërguar Allahut, unë s'di ndryshe, kallëzom, pejgamberi sa më ka thënë atëherë shko falu kadal. Kur'anin lexoj kadal, kur shkosh në sejdë shko kadal, kur shkosh në rukû shko kadal, kur të quhesh çu kadal, edhe fal kështu. Qëllimi është se njeriu sahabiu u fal, po pejgamberi sa për shkak se nuk është i rregullt namazi, është keq, hiç s'vlen kjo. Kur gjë s'vlen hiç. O shtërë bihi themanan qalila. Këta kanë fituar diçka, fitojnë, është e vërtetë që fitojnë, kur ta mshefin, kur s'e shpjegojnë drejt, e kanë një arsye që s'e shpjegojnë drejt. Edhe kur e mshefin, nuk e kallëzojnë ç'ish duhet, gjithashtu kanë një arsye, por arsyeja nuk është legjitime, nuk është e pranuar. Edhe fitojnë diçka, por çaja që e fitojnë, çaj kur gjë hiç është, çka fitojnë, sigur më thonë hiç sens keni fituar. Edhe në realitet krejt dynjon me avdhon edhe me shku në xhenem shak i fitu. Kur gjë? Fe bi'se ma yashtarun, Allahu subhanahu wa taala thotë shumë me poshtër, bi'se është e keqe çka kanë fitu këta mos vet. Me shtremua shpjegimin e fjalëve të Allahut, me mshef hadithet e sakta, me mshef kush është e vërteta për shka me fitu kur gjë hiç. Allahu na lut për kësajna. Wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw. Është shumë interesante kur ti bën kështu, mendojnë që kanë bërë mirë. Edhe bile lëvdohen. Edhe kur ti ndodhen muslimanëve të cilët nuk e kanë shef vërtetën, fatkeqësia ato gjëra, për shef ne e tham, "Shurësh ka gjetë juve kjo që shkon ju me krye dënimi kështu dovaret se merrni ato, gëzohen." Dhe Allah subhanahu wa taala thotë mos llogaritni ata pe defekteve që kanë gëzohen me devimin e vet. Ajeti tjetër thotë Allah subhanahu wa taala kullu hizbin bima ladayhim farihun, secili ato grupet që i kanë bë, për shkak se në hadithin e saktë atje kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që keni me u përço në 73 grupe që Ehlul Kitabin përço 71 dhe 72 kulluhum fi nar, këtë ata grupe në zjarr, po secili në atë grupacionin e vet lëvdohet që na çka kena bëj, që xhamati jonë, që kjo, kur gjë s'ke bëj hiç, bashkë s'ke bëj hiç. Wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw, mos mendoni që pse lëvdohen ata në atë devimin e vet, sens është ajo hiç. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, pe veçorive që kanë qef lëvdue pa bën sen hiç. Në islam me bo komedi, qka apes do të më lëvdua. Kret, tipa që bon, që kanë bon sahabët, qaq edhe ti, do të më lëvdu kur gjë. Por shkak se veprat që bon për hir të Allahut, dhe Allah subhanahu wa taala i din u lëvdu nëse lëvdu na, i përmendëm nëse përmendëm na, na i ditë njerëzit, nuk është më rëndësi. Pse do të më lëvdua me ata që e ke bon? Po me ata që s'e ke bon hiç. Hiç se ka bo hiç, kur gjë s'ka bo hiç, kur ta pash të thotë që kë u kon në krye. Po ka dhënë pas ka dole ti kështu. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dëshirojnë me u lëvdu për senet që si kanë bo hiç. Patriotët e mas luftës, krejt i kon
në vit parë. Ndihmuesit e shariatit masi që të bëhet puna mirë, të dalin pidheve të çuditë që ata ishin këtu. Po kur u kon puna si nikon hiç çish dul kjo punë. Dhe Allahu subhanahu wa taala sa për kuptim e ka sjell një shembull në surën Yusuf. Yusufi alayhis salam kur ka qenë në burg i ka pasur dy shokë. Ëndrën që kanë pa ata, komentimin që ka dhënë Yusufi, njëri keni mu liruar, njëri keni mu vrarë. Të gjithë komentatorët e Kuranit janë të pajtimit se ata kanë qenë shërbëtor, rrugtar. Njëri e ka bë bukën për mbretin, tjetri i ka përgatit pijet, ushqimin. Dhe ati që i ka përgatit pijet që kanë pa ata ëndrën, ai e ka bën profesionin e vet, inni a'asiru khamra, se po ndreqi alkool, po shtryi dhe alkool. Ai tjetri e ka bë ëndrën tekulu min rësi khubzen tekulu min rësi, bukën që të bajnë kry për halë shpendet. E kanë pasur secili ëndrën në profesionin e vet. Njëri u kon fragji, tjetri u kon që ka shtryer draki. Profesionet e tyre i kon qita. Njëri prej tyre e kanë vrarë, tjetri u lëshua, mas e u lëshua, kur ka dashur më lëshua, ka thënë Yusuf alayhis salam, "Udhkurni inda rabbik." Ku të shkosh përmendëm tan atë. Ku të shkosh me qit mretit draki, kallëzojmë, kanë shtim burg pa kur gjahesh. Ai ku ka dal, u habit mas rakis, ka harru këtë që u kon burg. Kur ka pa mreti ëndrën që ka pa, dhe s'ka ditë kërkush prej elitës me e komentua ëndrën, këti ka rënë men, është ai që ne pa të komentua ëndrën atëre? Fersilun, i ka thënë, që në muet të burgi, kur ka shkuar të burgi, Yusuf, dhe gjënë tash, kë kamarjeri, se së konë qëtër kë, Yusuf, e ju Siddiq, o Yusuf, njëri drejt, eftina, na jep një fetva, kështu, edhe në fund thët, leali, që në mënyrë që unë, ergju ila nas të kthehem të populli. Kush jetë më këti të populli, po ti kamarjeri jo e të zjarë. Që kthehesh të populli ti? Populli jem, që të forë këtë nëmën, këtë ymetit, I ka një mundësi me shku më vetë, o i hibbune e ju hmedu bima lem jef'alu. Më njerë e merë sigur autoritetit se kjo është mreti, jo aj. Edhe pse po jep ti fetva kur gjohish, po leali se unë kur thena ergju ila nasi leallehum yafqahun, ata ta marrin vesh ka po thamune, po ti si do të kur gjo se ti s'di kur gjo, o kamarjer. Ti s'kur gjo ti din me marrue rakiq aty me shërbyje, se me munua me i marr meritat, pa i pas hiq. Kurse me i pas meritat nuk do të më thonë zërë mi qitë para njerëzve, unë e kam ta, edhe me i pas në shariatën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse i kije meritat, s'duhet me u paraqit njerëzve, për shkak se te Allahu do të më pas merita, se sa për gjykimin e njerëzve, kur gjësë është hiq, krejt me thonë që je qafir, ti te Allahu më për musliman për marak. Krejt me thonë të je e Abubekr Siddiq, ku me ditë kush, ti më konë munafik, kush gjos fitan hiq, nuk është më rëndësi më livdua para njerëzve. Fela tahsabannahum bimafazati min al-adhab. Këta që kanë dhënë besën për më shpjegu fen drejt, se kanë shpjegu drejt, e kanë dhënë besën për mos më shef fen, edhe kam shef, e kanë gjujt fen edhe besatimin e tyre mbrapa shpine, e kanë shit fen për një interes të vogël, edhe livdohen pa pasbo kur gjë hiq, këta dine se në zjam kanë me hire. O lehum adhabun elim, për ata ka më pas dënim dëmshë, wa qulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu li kulli dhanbin, innahu huwa al-ghafurur rahim.